Big Brother Kosova dhe momentet kur e vërteta del në pa. Big Brother Kosova vazhdon të jetë një skenë ku emocionet, ndjenjat dhe strategjitë përplasen çdo ditë, duke krijuar situata të forta që lënë gjurmë si të banorët, ashtu edhe të publiku. Një nga momentet më të ndjera dhe më të diskutuara ishte deklarata e Tonit drejtuar Klodit, ku ai vendosi të flasë hapur për ndjenjat e tij ndaj Benitës dhe shgënjimin që përjetoi. Në një bisedë të drejtpërdrejtë dhe me tone të rënda emocionale, Toni i tha Klodit se kishte pasur një ndjenjë të sinqertë ndaj Benitës. Ai theksoi se për një javë ishte tërhequr, duke respektuar situatën dhe duke mos dashur të krijonte tension apo keqkuptime brenda shtëpisë. Sipas tij, kjo tërheqje nuk ishte dobësi, por respekt dhe ndershmëri ndaj asaj që kishte ndier, por ajo që e tronditi Tonin ishte fakti se, sipas tij, pikërisht pas kësaj periudhe u shfaq fytyra e vërtetë e Benitës. Ai u shprehi zhgënjur nga sjelljet dhe veprimet e saj, duke lënë të kuptohet se ndjenjat e tij ishin përdorur ose nuk ishin marrë seriozisht. Kjo deklaratë solli një kthes të fortë në mënyrën se si u perceptua raporti mes tyre. Në kulmin e këtij momenti, Toni ju drejtua Klodit me fjalë të ashpra, duke i thënë se duhet t'i vijë turp për disa nga veprimet dhe situatat ku është përfshirë. Këto fjalë nuk ishin thjesht një sulm personal, por një shprehje e frustrimit dhe zhgënjimit që Toni kishte grumbulluar me kalimin e ditëve. Ai e ndjeu të nevojshme ta thoshte publikisht atë që mendonte, pa filtra dhe pa llogaritur pasojat. Ky moment nxori në pa një dimension tjetër të Big Brother Kosova, anën emocionale të lojës. Brenda shtëpisë, ndjenjat krijohen shpejt, por po aq shpejt mund të kthehen në zhgënjim dhe konflikt. Kufiri mes sinqeritetit dhe strategjisë shpesh bëhet i paqartë, duke lënë hapësirë për keqkuptime dhe përplasje të forta. Reagimet e publikut ishin të menjëhershme. Disa e mbështetën Tonin, duke e parë si dikë që foli hapur dhe me zemër për ndje.